Xhirimet në vazhdim janë bërë në bashkëpunim me zyrtarët e policisë së Kosovës. Personat e paraqitur në këtë pamje janë plotësisht të pafajshëm, përderisa të dëshmohet e kundërta me vendim të plotfuqishëm të organeve të drejtësisë. Pranim kilo 4 vazhdo Alfa Baza. Kilo 4 duhet të vazhdoni në lobistë të hasit, e shtëpia është një problem familjar. Mirë, kuptum, në drejtim do të shkem. Pas pranimit të informatës nga Alfa Baza, pra jemi në drejtim të fshatrave në periferi të qytetit të Prizreni. Pra do të shkojmë në një rast ku prindëri ka lajmëruar se vajza e tij kërkon ndihmën policore pasi supozohet se është sulmuar, do thotë nga vjerit e saj. Andaj do të shkojmë në drejtim dhe do ta verifikojmë informatën e dhënë. Shtëpia që kjo, po? Më thaj, kur ma kapim ngreje për internetit, për mësë me kall internetin që? Tjetër lëndime... Ma më shajnë ngrosh që të në krah? A ki po, nashta dhe nuk po doko se në krah që to vesh ma më shajnë ngrosh që shto. Shka o problemi juja të dështoj? Shka su po mirë një vesh? Vetën si më neva, një reta rrugë. Të tëtë nusja qenë ka me mirë? Unë për tamë, kështë mund qëjtë doktore, i kumë fani qënë herë. Ju sot. Qëjtë doktore, kështu me bënë të rrugë më me reta rrugë. A jo për rej fëmijët, apo? Ja, me ka repronë. 3 orë si ne ka morë vreme në shpinë. Mirë. Se koha unë që ta, a vetëm sot është këtë problem? Jo më shpesh herë. Pra jemi në lokacionin se ku ka ndodhur dhuna në familje. Në bisedë e sipër kuptuam se vjera, do thotë, e ka sulmuar rrehen e saj, nusën respektivisht. E njëjta sipas saj ka pësu, thotë, lëndime në krah, si dhe në shpatu. Pra do të mundohemi ta thrasim ta shëtuesin kujdestar dhe së bashku me viktimën edhe vjerën e saj do të nisemi në drejtim stacionit. Do të mundohemi t'i japim tretmanin mjekësor viktimës. Alfa Baza për kilo 4 një. Alfa Baza mundësisht njoftoje hetuesin kujdestar lidhur me rastin e dhunës në familje, pra ne do ta presim ato që delen nga nxori. Sot me datë 03/03/2014, rreth orës 18:30 minuta, në stacionin tonë është marrë një informat se në fshatin Ljubish dhe Hasit është duke ndodhur një rast të dhunës në familje. Pas marrjes së kësaj informate, patrolla është nisur në drejtim për ta konfirmuar këtë rastin, në të arritur në fshatin Ljubish, është njoftuar për lokacionin e vendodhjes së incidentit të dhunës në familje, kanë kontaktuar me viktimën dhe kanë kuptuar se viktima në fjalë është sulmuar nga vjera e saj, me që rast, do thotë, pas trajtimit mjekësor, kemi kuptuar se e njëjta, do thotë, ka pësuar lëndime të lehta trupore, gërvishtje në krahun e majt. Lidhur me rastin, është njoftuar hetuesi dhe mbrojtësi viktimave, pas njoftimit të tyre, pas njoftimit të prokurorit nga ana e hetuesit kujdestar,
Rasti është proceduar në procedurë të rregullt.